Njerëzit e kanë pas përshtypjen që judo është më shumë sport për mashkuj. Gjithmonë ka pengu kjo. Pse me konsideru që është sport për mashkuj, qenë ka i vështirë edhe është për mashkuj. Domethënë femnat s'munden me bënë nëse është i vështirë. Një vojzë, më e pakta që ka mundet me marr prej sportit judos është vetëm mbrojtja. Një femën 50 kg mundet lirisht me undesh me një mashkull ndoshta 100 kg. Të pas parasysh Majlin që si sport, nashta kur ke fillu ti, njerëzit e kanë menu ma shumë sport për djem, edhe na si popull jemi ashtu pak si kritikus, me njëherë me nëzispresim me pa një diçka dhe me janis me komentu. A ka pas raste tilla në fillimet e karrierës tane, për do me thane edhe sa e ke vrej dallimin, masi që i ke arrit krejt këto ti? Po sigurisht, po më duket që deri vonë njerëzit e kanë pas përshtypjen që judo është më shumë sport për mashkuj. Edhe me tonë drejtën gjithmonë ka pengu kjo. Pse me konsideru që është sport për mashkuj, qenë ka i vështirë edhe është për mashkuj. Domethënë femnat s'munden me bënë nëse është i vështirë. Kështu që na e kemi thyja tabu përderisa ekipi jonë, femnat janë shumë më të suksesshme se sa mashkujt, pavarësisht që sporti është shumë i vështirë. Kështu që realisht në sallën tash ku na punojmë bashkë me tonin, më shumë kemi vajza se sa djem. Edhe më bën me u ndi jashtëzakonisht mirë ky fakt, sidomos në kohën që po jetojmë edhe përditshmërinë e vajzave dhe të grave ku ta diun, po kanë kontakt me tulli far njerëz. Kështu që nëse një vajzë, nëse një e re merret me sportin e judos, më e pakta që ka mundet me marr prej sportit judos është vetëm mbrojtja. Kështu që unë edhe punoj me fëmijë, ka fëmijë që më vinë ndoshta 10 vjeç janë ashtu të strukun, kanë frikë, ose që ndoshta se s'po kom qenë me thonë po i bollizojnë, po i ngacmojnë ka pak në shkollë, edhe mi sjellin me ushtru. Qaq ndryshim drastik ka qaj fëmijë për 2-3 muaj, sa që është e pamundur. Ka vetbesim, mënyra që shenë në sallë, gjithçka ndron. Kështu që gëzona shumë që sporti judos mo nuk shihet si sport për djem, po si sport që rinia jonë ka sukses edhe që na prezantojnë që është mas miri në arena ndërkombëtare. A menon që edhe femnat për një me, nashta jo veç më merr me fitness, po më merr edhe me një sport tillë që qysh e the edhe vet, mundet më shërby si mbrojtje, se po shohim raste të ndryshme edhe të lloj-llojshme dita ditës, se që për një me, nashta si femna në Kosovë kena pak anash që ta se mendojnë hajt se kena djemt na mbrojnë, edhe e lojna pak anash vet. Sigurisht që secili aktivitet fizik është shumë i mirë. Fitnessi ka ato benefitet e mira sa i përket shëndetit. Mirë, po mendoj që secila femën ish desht të paktën ato gjanat bazike sa i përket vetë mbrojtjes me i ditë. Çfarë dosh me ditë një femën bazik diçka që ju ja kishim mësuar patjetër që dosh me ditë çato? Judo është sport ku gjatë gjithë kohës jemi në kontakt. Edhe për shembull një femën 50 kg mundet lirisht me undesh me një mashkull ndoshta 100 kg që nuk ka të bëj shumë me sport, ose është ndoshta si me thonë qytetari i thjesht. Kështu që për pas sportit judos, po mendoj që për femna në përgjithësi është me rëndësi me u marr me arte marciale, të paktën me ditë me u vetë mbrojt në jetën e përditshme. Super, kështu që besoj që qika që tash e kanë vëmendjen të ti se çka i të thonë dhe kanë mjanis, mu kujdes pak ma shumë ka që ke pjesë. Po ndoket që keme pas ma shumë punë tash. Inshallah. Inshallah.